Roger, si lider, dua që të vish me mua në dhomën e rrëfimit tani. Prap dhoma e rrëfimit? Aha. Se mos rrëzohem këtë rrëfim. Mos rrëzo prapë. Hajde lider. Ate, Rogert, jam me ty, por sonte mos u rehato shumë, sepse kjo ka të bëj me avantazhin e liderit. Dhe është një mekanizëm që vllai i madh e ka përdorur një herë dhe vendos ta përdori sërish sonte. Në sfidën e rezistencës me Ovitalin, ti ndave shtëpinë në dyshe. Selinin me Shëndritin, Artanin me Juelën, Mateon me Stenaldon, Malin me Nikol, Rogertin me Brikenën, pra veten tënde me Brikenën, dhe Edisën me Mirin. Është momenti që ti të vendosësh se cila nga këto dyshe do të shkoj në televotimin e radhës në një përballje kokë më kokë. Kujdes! Nuk mund të përfshish veten duke patur imunitetin e liderit. Brikena që ishte në dyshe me ty do t'i bashkohet Juelës që ngeli vetëm nga largimi i Artanit. Pra, edhe njëherë çiftet janë Selin Shëndrit, Brikena Juela, Mateo Stenaldo, Mali Nikol, Edisa dhe Miri. Më duhet të më thuash cilën dyshe zgjedh dhe pse. Pra vetëm një dyshe. Vetëm një dyshe, televotimi do jetë kokë më kokë. Pyetja do të jetë kë doni të shpëtoni. Kë doni të shpëtoni, se mos është në pyetje cilë doni me çun finale, s'po na thoni. Unë në përgjithësi mbahem si njeri i sinqert. Atëherë, këtë gjë doja bëj me gjithë kënaqësi, gjithë publiku që më shohin dhe gjithë banorëve këtu. Dyshe që do shkojnë kokë më kokë dhe cilë dojnë me shpëtu, është Mateo dhe Stenaldo. Mateo dhe Stenaldo. Është zgjedhja jote, Robert. Respekte. Faleminderit, mund të kthehesh. Kush? Kush është bomba? Atere, banorë siç edhe në ndoqët, Rogerti vendos që të çojë në një televotim kokë më kokë Mateon dhe Stenaldo. Në këto momente hapim zyrtarisht televotimin. Siç edhe ju thash, pyetja është kë doni të shpëtoni. Lideri, kur e fiton lideri. Njëri prej tyre do të lërë shtëpinë të martën. Kështu që votoni. Stenaldo, si e pret këtë televotim? Unë do emroj atë. S'ka ku shkoj. Është televotim i fortë, me një djalë që brenda shtëpisë ka bërë lojën e tij, i mbështetur një marrëdhënie dashurie, quasi dashurie me Brikenën. E kam kundërshtar, por e respektoj, edhe forca. Mateo? Që kur ju dha Rogertit mundësia për të zgjedhur dy veta nominimi, isha 100% i bindur që do isha unë dhe Stenaldo për shkak të qasjes që kemi pasur këtu brenda me Rogertin. Edhe fitof më i miri. Monika, si të tuk këtë zgjedhja e Rogertit për të çuar Mateon dhe Stenaldon kundër njëri tjetrit dhe jo njërën nga dyshet e tjera? Tani, po ta shikosh Rogerti që kur ka hyrë vetëm skem loje bën. Ka marrë me lujt lojen. Edhe mënyrën, luet lojë nga njëherë mbajt edhe qik njerëziloku, megjithatë është i pamëshirës. Ua, qam kam. Është i pamëshirës. Njerëziloku këtu tani, çfarë ishte? Dhe për shkak të asaj që u diskutua sot, thot Monika. Po ku ka njerëzilek? Atëre, Çam ka thënë të dali fitu Stenaldo për njerëzilek. Ças na ka thënë? Po lëre ta mbaroj një opinion. Mund të mos jeni dakord, edhe je bërë ti si Rogerti më miri. Ashtu jam. A pra? Po. Ruaj qetësin. Jo, jam shumë i qetë. E po kështu është kur e ke majt në ajër ti Mirin gjithë to javë, dhe normal që bëhet si Rogerti. Po, patjetër. Po të shikosh edhe metodologjinë e punës midis Juelës edhe Brikenës që e ngren lojën, pra ka shumë intrig.
dhe po të shikosh qëllon në distancë gjithmonë Selin. Sigurisht që ai e di që Stenaldo është pak më mi favorizuar në marrëdhënie me Mateon dhe mendojmë që duke hequr Mateon nga Brikena, Mateo nga Brikena, ose do të çojë Brikenën me ose do të çojë Mateon me Brikenën të puthen për shkak të nominimit, për të parë se sa e do Brikena Mateo. Ah, bravo. Ose do bëhet pastaj me Stenaldo, nuk e di, domethënë është intrigant i madh. Që vetëm me muz bëhet Monik. Nuk e çaj gërshpi kurs do. Unë mendoj që është koherent. Thank you. Janë të dy marrëdhënie që nuk i ka dashur, as nuk e kanë dashur. Thank you. Ku është njerëzori? Nuk është ndonjë gjë e jashtëzakonshme, është diçka që midis atyre dysheve që ishin në nominim ishte disi e pritshme. Okej. Bukuri, po Mateo. E di kush ishte jashtëzakonshme, fakti që kthej do alans me Brikenën, edhe do të futet veten me Brikenën në nominim. Edhe kur i tha që s'mundet me fut veten uli kokën. E disha se cilë do doja unë. A do në me e di cilë do doja, po t'isha unë? Se ka hallin e njerëzores? A do në me e di? A keni dëshirë me e di cilë do doja unë? Miri, a do të sqaroj diçka Monika? Do të sqaroj diçka për njerëzorën, meqense Po, Masero. kur thash mungesë njerëzore nuk ka të bëjë vetëm për atë çfarë ka kaluar që bëre ti me Rogertin me Stenaldon, por mungesën e shumë gjërave njerëzore, anës njerëzore nga Rogerti gjatë lojës. Patjetër. Ajo Dhe patjetër. Po fola unë aty, nuk foli Rogerti, megjithatë okay. Jo, unë fola për Rogertin dhe nuk fola Big për Brother i e si gjitha për mua. Zgjedhja e Rogertit Po jo mos të fola unë. Deli prap projt e miri, Monika. dhe kam përshtypje që e kuptoj tensionin, po dëgjoni mirë se çfarë flasim dhe mos humni anën njerëzore për t'u bërë gjasme si më njerëzor. Okej, Rogert, po thoje këdo çoje? Vetëm një armike kam unë këtu. Do gjoja më mirë të mujt Selina mu tani, ose unë Selinën tani, se me e lam për finale. Selinën do zgjedhja, po cilë do zgjedhja unë. Sidomos me këtë shprehje që ka shprehje sot herë, s'ka vot në veri që e voton më. Okej, e kuptova. Respekte. Mirë, mbyllim lidhjen me shtëpinë, ndërkohë që ju filloni të votoni.